Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë derën e hapur për përmirësimin e marrëdhënieve dhe rifillimin e bashkëpunimit me qeverinë e Kosovës, por me kushtin që qeveria në detyrë të angazhohet për t'i ulur tensionet. Kështu ka deklaruar një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë, i pyetur nëse çështja e pezullimit të dialogut të planifikuar strategjik do të trajtohet në takimet me liderët e Kosovës që ndodhen në New York, ku po mbahen punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Siç ja kemi bërë të qartë qeverisë në detyrë, dera është e hapur për përmirësimin e marrëdhënieve dhe rifillimin e bashkëpunimit. Megjithatë, kjo kërkon hapa konkret nga kryeministri në detyrë Kurti, për të ulur tensionet dhe për të çuar përpara qëllimin tonë të përbashkët për forcimin e paqes dhe stabilitetit si bazë për prosperitetin ekonomik të ndërsjellë. Ne do të vazhdojmë të vlerësojmë veprimet e qeverisë në detyrë. Në ekzekutiv nuk kanë treguar nëse kryeministri në detyrë Albin Kurti do ta shtrojë këtë çështje në takimet e tij bilaterale në margjinat e kësaj mbledhjeje. Deri tash në asnjërin prej takimeve të realizuara për të cilat qeveria lëshoi komunikata nuk është përmendur dialogu strategjik. Po ashtu deri tash kanë munguar edhe takimet me përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit. E në një takim me student në SBA, Kurti tha se Shtëpia e Bardhë ka pezulluar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën për shkak të mbylljes së strukturave ilegale serbe në verën e Kosovës, i banuar me shumicë serbe. Është për shkak të sundimit të ligjit në veri të Kosovës, i cili rezultoi të ishte kundër strukturave ilegale serbe dhe këtu nuk mund të bëj kompromise. Nuk mund t'ja lë këtë problem brezit tuaj, mendoj që brezi im është ai që duhet ta përfundoj këtë. Por një zyrtar i lartë në Departamentin Amerikan të Shtetit tha për kohën ditë më parë se Kurti shkeli vijën e kuqe me përpjekjen për ta penguar pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhjet lokale të 12 tetorit, veprim ky që çoi në vendimin e SBA-s për pezullim të dialogut të planifikuar strategjik me Kosovën. Në New York po qëndrojnë edhe presidentja Vjosa Osmani dhe ministrja e jashtme në detyrë Donika Gërvalla, por të dyja me agjenda të veçanta. Mes takimeve të realizuara, Osmani ka postuar edhe një fotografi me presidentin e SBA-s Donald Trump dhe sekretarin amerikan të Shtetit Marco Rubio. Asaj nuk ka treguar nëse ka folur edhe për dialogun e pezulluar strategjik.